Çështja e numërimit të votave është kërkesë e kandidatëve e mbështetur nga Partia Demokratike për transparencë. Më duket se nuk është një kërkesë primare. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. E ka pas të gatshëm, të përgatitur. Mos o burra, ka qenë i përgatitur, po. Me ja pa datën, po t'ja kontrollosh datën, garantoj që është data 28 prill. Qofse ti përfunduar në masën 95% e tij, 95% e tij është dërguar pranë institucioneve që vëzhguan zgjedhjet. Është dërguar. Pastaj kjo do kompletohet, do dërgohet si libër, por kjo është arsyeja. Partia Demokratike nuk lën akt dhe përpjekje pa bërë për të faktuar shqiptarëve se çfarë dhunimi të turpshëm bëri Edi Rama votës tyre. Se çfarë shkelmimi dhe poshtrimi bëri ai mbi votën e tyre.